Rektori i Universitetit të Shkodrës, Luigjë Gurakuqi, të nëngjura i ka bërë thirrje pedagogëve dhe personelit akademik që të jenë aktiv gjatë kësaj fushate elektorale pas orarit të punës në takimin e kandidatëve për deputet, duke shtruar shqetësimet që ka Universiteti i Shkodrës. Duhet të shmangin pra kontaktet dhe aktivitetin politik brenda institucionit, po kjo nuk do të thotë që ato nuk do të jenë aktiv në pjesëmarrjen e tyre në takimet që mund zhvillojnë subjektet ndryshme politike dhe ndarjen me to, për te i preferencave që kanë, të preokupacioneve që ka veçanërisht Universiteti i Shkodrës dhe arsimi lartë në tërësi. Thënë këte, duhet bëjmë dije se pas orarit zyrtar, madje inkurajoj kolegët që të marrin pjesë në takimet ndryshme të forcave politike dhe të ndajnë me to ato shqetësime që ka Universiteti i Shkodrës. Gjura e theksoi se gjatë kësaj fushate nuk diskutohet për zhvillimin e arsimit të lartë. Unë konstatoj fatkeqësisht që në ligjërimin politik të kandidatëve të forcave të ndryshme politike, gjatë këtij muaji dhe ne për 2 javë do kemi zgjedhje të përgjithshme, nuk është diskutuar ose të paktën në dinin time nuk kam parë që të artikulohen qartë preokupacionet e arsimit lartë. Rektori u ndal edhe tek disa nisma të Universitetit të Shkodrës, të cilët kërkojnë mbështetjen e qeverisë për të realizuar. Për shembull, ende nuk kam parë të artikuluar ndoshta nevojën për të pasur një kampus universitar, siç po diskutohet ose siç është diskutuar për Korçën, për Durrësin apo për Universitetin e Tiranës. Ju e dini që unë kam avancuar dhe jam përpjekur të ndaj me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, por edhe me pushtetin vendor nevojën për të pasur si pjesë të universitetit ton godinin e spitalit neuropsikiatrik. Unë mendoj që forcat politike, ato në qeveri dhe në opozit, duhet të jenë në anën e institucionit. Gjatë mbledhjes me Senatin u diskutua edhe për disa pika të rëndësishme, siç janë propozimi që Universiteti i Shkodrës do t'i bëjë presidentit të Republikës për vendosjen e një urdhëri ose dekorate Luigjë Gurakuqi, si dhe hapja 9 programeve të reja për vitin e ri akademik 2025-2026, që do nisë me 6 tetor.